Largimi i zyrës kadastrale nga Vlora ka sjellë vështirësi tek qytetarët të cilët kërkojnë të pajisjen me dokumentet e pronësisë. Avokate Elona Mone thotë se me largimin e kadastrës, qytetarët nuk kanë më asnjë sportel se ku të marrin informacion, aplikojnë apo gjejnë zgjidhje për çështjet e pronësisë. Largimi i institucioneve nga qyteti i Vlorës ka sjellë shumë vështirësi dhe problematika, sepse informacioni është një e drejtë themelore për qytetarët në mënyrë të tillë që ata të zgjidhin problematikat e tyre. Dhe kjo e drejtë ju është mohuar që në momentin që janë mbyllur sportelet e kadastrës, në mënyrë të tillë që ata nuk kishin mundësi jo vetëm të merrnin informacion, por as të aplikonin dhe as të zgjidhin një problematikë e cila normalisht kërkonte një studim më të gjerë nga juristi i zonës përkatëse. Me largimin e kadastrës nga Vlora, Mone thotë se qytetarët kanë vetëm një mundësi që me anën e avokatit ose noterit të aplikojnë dhe kërkojnë informacion nëpërmjet portalit e Albania, i cili shpesh shfaq probleme dhe nuk funksionon. Në momentin që nuk është kadastra, i vetmi akses që një person ka është nëpërmjet noterit ose avokatit të tij, i cili duhet të aplikojë nëpërmjet e-Albanias për të zgjidhur problematikën. Por duhet kemi parasysh që dhe portali e-Albania ka një sër vështirësish dhe shpesh kemi dhe mungesë reagimi nga institucioni përkatës dhe kjo e bën akoma më të vështirë si në kohë, por edhe në zgjidhjen e problemit. Trajtimi i dosjeve të pronave detyron qytetarët të shkojnë drejt Tiranës. Avokatja shpjegon se kjo gjë shton koston ekonomike mbi ta, por dhe sjell më shumë vështirësi. Njësoj si dhe me gjykatat, në rastin konkret gjykata e apelit që është vendos në Tiranë dhe një qytetari i duhet që të shpenzojë të gjithë ditën e tij dhe ndonjëherë dhe të mos gjejë zgjidhje. E njëjta gjë edhe për kadastrën, pasi do t'i duhet një kohë më e gjatë për të zgjidhur problemin, por sigurisht ndonjëherë edhe mund të ngelet pa e zgjidhur atë, sepse mundet që punonjësi i cili duhet zgjidhë problemin nuk është në detyrë, problematika mund të ketë vështirësi të tilla që do t'i duhet të shkojë disa herë, etj. Problematika të cilat ne i ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo gjë ka vështirësuar dhe punën e avokatëve. Elona Mone shpjegon se një avokate i duhet të anulojë çdo çështje që ka përgjatë ditës dhe të merret veç me një çështje pronash që ka në kryeqytet. Për sa kohë që qytetari kërkon mbështetjen e avokatit, këto janë cikël njëra pas tjetrës, të cilat ne jemi të detyruar që t'i ndjekim dhe t'i zgjidhim. Jo vetëm një çështje, por disa punë të tjera, sepse dita e një avokati është goxha e ngjeshur dhe nuk merret vetëm me një përfaqësim, por janë një sër praktikash dhe veprimesh administrative apo takimesh me klientët, të cilat anullohen totalisht, duke shtuar kësaj dhe koston financiare, lodhjen etj. Mone thotë se largimi i gjykatës së apelit drejt Tiranës dhe më pas i kadastrës ka bërë që shumë avokatë të largohen nga Vlora me shtëpi në kryeqytet, por gjithashtu ka ndikuar dhe në rritjen e çmimeve 20% më tepër të shërbimeve që ofrojnë avokatët apo noterët tek qytetarët. Ne kemi sot avokat kolegë të cilët janë zhvendosur në Tiranë dhe kanë hapur zyrat atje. Patjetër ne kemi dhe me udhëzim të ministrit të financave, që ka një kosto të caktuar rreth 20% më tepër për shkak të shpenzimeve si të rrugës, dietat e ushqimit dhe mos ta harrojmë që kanë një kosto më të lartë edhe për shkak se të gjitha punët të cilat nuk kryen dhe nuk mund të merren atë ditë, duke qenë stabël në zyrë, do t'i rrisin kostot kësaj çështje e cila merret jashtë qytetit. Largimi i gjykatës së apelit dhe kadastrës nga Vlora ka bërë që për trajtimin e një çështje pronash të duhen 5 deri në 10 vite. Ende ka dosje të pronave të vitit 2020, të cilat po trajtohen 6 vite me vonesë.